Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë një analizë të shumë kërkuar prej jush. Tani ju më keni kërkuar që unë të ndaj mendimin tim rreth ngjarjes së sondme. Fillimisht njëherë reagimi që bën opinionistët kundër drejt mimozës. Tani, për të goditur opinionistët dhe për të bërë këtë zhurmën e madhe, unë mendoj që opinionistët në formate të këtilla nuk janë aq të lirë, me patjetër që kanë një produksion që kujdeset edhe për ato. Jo që dua të mbroj opinionistët, por unë mendoj që liria e të shprehurit në një reality show nuk është aq te opinionistët. Opinionistët kanë një skenar mbi të cilin ato duhet të krijojnë një show dhe një dinamik dhe mendoj që sonte arritën që ta krijojnë, do të thënë vëmendjen e morën. Tema e folur brenda në fermë kundërdrejt mimozës, që mimoza ka një lloj ndjenje, ka një lloj emocione për Adionin, me thënë drejtën mu duk pak si e tepërt dhe mu duk pak si e pavënd. Unë e kuptoj që produksioni i një reality show, gjithmonë do me thënë aty të bazohemi, dëshiron që prime në prime të krijoj dinamika, dëshiron që prime në prime të turbulloj ujërat, do me thënë të krijoj debate, të krijoj diskutime brenda në shtëpi. Se kjo që ndodhe në prime, pastaj gjatë javës kanë material banorët për ta mbajtur aktivitetin e lojës brenda në shtëpi. Dhe mendoj që produksioni është thjesht duke hamendësuar tema që banorët do me thënë të kenë situata se me çfarë ta vazhdojnë këtë lojë. Nuk e mora shumë si të mirëqen këtë diskutim, është një diskutim në fakt që Ermali e ka hedhur si hipotezë edhe në prime-in e kaluar. Unë mendoj që Ermali ka përzgjedhur rolin e opinionistit jo si Angel, që është do me thënë e prerë, e sakt edhe goditse. Unë mendoj që Ermali ka pak komedi brenda vetes dhe bën do me thënë këtë miksin mes komedisë, energjisë së bukur dhe thënë mënyrës të shprehurit. Por, të godasësh një gruan, e cila është tek të 60-tat, mimoza do me thënë, të godasësh për një pëlqim kundërdrejt një djali, sepse ajo ka treguar një histori që ka pëlqyer një djalë më të ri në moshë, unë mendoj që është e tepërt dhe është e pavënd dhe normalisht që pritet publikun që të kthehet kundër, por gjithmonë unë dua të kthehem tek ajo e para që e thash, opinionistët ndonjëherë janë edhe të detyruar që të krijojnë show. Dhe sonte këtë diskutimin, unë e pash pak një diskutim të detyruar nga ana e opinionistëve për të ngritur shikueshmërinë dhe për të mbajtur audiencën mbërthyer që ta ndjekin spektaklin nga fillimi deri në fund dhe fundja e ditës kjo është shkatësia e një produksioni, do të thënë që di të shet materialin të cilin e sjellën tek publiku. Së dyti, ajo që në fakt mua më tërhoqi vëmendjen ishte qëndrimi i fermerëve të tjerë, të cilët do me thënë kanë një lloj logjike aq të cekët sa që vërtet e mendojnë që mimoza mund të ketë krijuar ndjenja për Adionin. Unë mendoj që raporti mes Adionit edhe mimozës ka qenë një raport korrekt, ka qenë një raport i vërtet. Mendoj që mimoza gjeti një natyrë personazhi që ditit ja kupton lojën, ditit ja kupton shakan, ditit ja kupton humorin dhe kjo e bëri mimozën që të krijonte një lloj afërsie që do me thënë jashtë, unë nuk e kam lexuar të tillë, unë nuk e kam lexuar që mimoza mund të ketë një pëlqim për Adionin, por siç duket nga ana e opinionistëve, jashtë që n'ka lexuar e tillë, por është lexuar e tillë vetëm tek ato, jo se tek Syrion. Do me thënë unë raportin Adion edhe Mimoza, edhe pse në prajmin e kaluar e mora me shaka në fakt, atë që tha Ermali, me thënë drejtën nuk e kam parë të tillë. E kam parë një raport shumë të qartë, shumë korrekt, shumë të saktë dhe unë Eduard Trokas, për mendimin tim është okay. Së dyti tani, mënyra se si Kostana e përdori këtë gjën dhe e mbrojti mimozën. Mua më pëlqeu reagimi i Kostanës dhe më pëlqeu qëndrimi i saj. Do me thonë Kostana, edhe jashta fermës, duhet të jemi të sinqert, ka patur këto qëndrime kundërdrejt lojës që bështe brenda. Ka goditur opinionistët,
ka goditur produksionin, ka goditur fermerët dhe sonte ishte po e njëjta lojë, domethënë sonte ishte po i njëjti sistem, që Kostana u tregua korrekte dhe koherente pikërisht njëherë me veten e saj, por më pas edhe me publikun i cili e ka ndjekur në të dy forma, domethënë dhe jashta fermës dhe brenda fermës. Dhe mendoj që kjo e bën Kostanën të jetë e besueshme tek publiku i saj. Arsyetimi i Mimozës ishte një arsyetim i nivelit shumë të lartë, domethënë është e vështirë Mimoza për ta kuptuar se çfarë dëshiron të thotë, sepse inteligjenca e Mimozës kalon përtej normalitetit, saqë gjërat domethënë dalin paksa kontrollit për të tjerët, ndërsa Mimoza e shpjegon bukur atë se çfarë dëshiron të thotë. Unë mendoj që as Dioni në këtë rast, por as Mimoza nuk kanë patur ndjenja për njëri tjetrin. Jam shumë i bindur që dhe Dioni dhe Mimoza e kanë marrë këtë gjën me shaka dhe me lojë në momentin që u tha në primin kur të dy domethënë veheshin para gjykimit, le ta themi, që po bënin opinionistët. Mua mu duk më së shumti një bisedë e tëra e shndruar për një skenar i cili në fund të ditës i hyn në punë produksioni. Tani derisa fermerët do të jenë aty do të përdoren si domethënë si asete për të rritur shikueshmërinë, për të rritur klikimin. Ne e dim shumë bukur se si funksionon një reality show dhe kështu që duke e ditur që Mimoza ka domethënë një fan base jashtëzakonisht të fortë jashtë, publiku, produksioni në fakt mundohej që të godet te Mimoza që publiku të preket në atë telin e holl që e kanë pikën e dobët tashmë Mimozën dhe të shndrojnë një rrugtim interesant. Domethënë mua më së shumti mu duk një show dhe prandaj është një reality show. Unë mendoj që dhe Ermali këtë gjën nuk e tha me gjithë mendje, sepse mendoj që Ermali e di shumë bukur se si mund të krijohet një audiencë, si mund të mbërthehet një audiencë se nuk është sot në televizion. Domethënë kur ka mbërthyer Ermali audienca, e dini shumë bukur ju se çfarë ishte në gjendje të bën për audiencën, domethënë bënte spektaklet pa para. Kështu që jemi në një spektakël dhe në një spektakël mund të ndodh gjithçka e tillë, mund të ndodh çdo normalitet, çdo jashta normalitetit mund të duket shumë e thjeshtë, mund të duket shumë e përbërë gjëja, por në fund të ditës domethënë pati një sqarim nga ana e Mimozës dhe mendoj që ishte një orë e çuar kot dëm për të gjithë atë që në fakt u fol, u komentua, u stër komentua dhe erdhi tek publiku shqiptar. Mua mu duk si një diçka e stisur, si një diçka e bërë me kastile, vetëm e vetëm se më duhet ripërsëritem, domethënë për klikime, por nuk mu duk diçka që vërtet Mimoza do ta kishte ndjenjë apo do ta kishte në shpirtin e saj. Ky është mendimi im sa i përket situatës së krijuar brenda në fermë deri më tani.